Profeti ynë i dashur na ka mësuar dhe thotë, të gjithë ju jeni përgjegjës dhe gjithë secili për jush është përgjegjës për atë që ka marrë në ngarkim, në përgjegjësi. Një prej këtyre përgjegjësive është dhe përgjegjësia e prindit. Prindi është përgjegjës për fëmijët e tij. Është përgjegjës pikë parë ajo që duhet të fokusohet gjithë secili prej nesh dhe të interesohet për të, për mënyrën e ushqimit të tyre, duke i ushqyer ata prej halalit, me të ardhura halal. Duke i edukuar ata ashtu sikurse i takon muslimanit i edukoj fëmijët e tij me besim, me fe, duke e bërë fen pjesë të traditës së tij të përditshme. Normalisht që pas çdo dietari fshihet dhe një edukat e madhe e prindit. Një emër i madh në historinë e Islamit është ai i Imamul Haramein el-Juwainit, ose atij që i kanë thënë ndryshe Shafiu i dytë. Imam el-Juwaini kishte babain e tij dhe ai me patjetër një dietar, Ebu Muhammed el-Juwaini, i cili i zotuar vetes tij dhe këtë zotim ja kishte dhënë Allahu subhanahu wa taala, se familjen e tij nuk do ta ushqente vetëm se prej halalit. Ndaj ai punonte si kaligraf, ishte koha ku nuk kishte shtëpi botuese dhe nuk kishte mjete për t'i botuar librat, por ishin njerëzit ato të cilët i shkruanin. Dhe ai punonte si një person i tillë me një kohë të plot, duke shkruar çfarë kishin nevojë njerëzit për të shkruar, si një kaligraf i Zotit, dhe i kërkon bashkëshortes së tij, e cila ishte shtatzon pra me dietarin e ardhshëm, duke i thënë, të lutem, unë jam zotuar se në familjen time nuk do të fuz vetëm se halalin. Le të vuajmë ndoshta për të ngrënë dhe nga uria, por nuk do të çojmë në barkun ton, nuk do të depërtojmë në barkun ton vetëm se halali. Thotë dhe erdhi dita kur furnizohen pikërisht me djalin e tyre, me dietarin e ardhshëm el-Juwainin. Një ditë për i ditësh, bashkëshortja e tij ishte e smur, kështu që një fqinje e tyre e kish marrë fëmin për ta pushuar, pra sepse po qante, për ta pushuar dhe e kish vendosur në gjë duke i dhënë për të pirë. Kur vjen hoxha, babai pra, e merr në krah foshnjën, i cili nuk pushonte së gjari. Aty bashkëshortja e njofton se çfarë ka ngjar, ku dihej ose ata shumë mirë e dinin se fqinjet e tyre nuk përkujdeseshin në aspektin e halalit dhe haramit në mënyrën e të ushqyerit. Merr babai duke ja fërkuar barkun ndoshta dhe pak me forcë dhe duke tentuar ta provokoj foshnjën që të villte atë çfarë kish pirë. Thotë dhe ashtu ndodhi, derisa mendoi domethënë se gjithçka ka përfunduar, pra nuk kishte dyshim se e kishte nxjerr gjithçka ai kish pirë. Thotë Imam Juwaini, Zoti e shpërblef babën tim, se unë jam bereqeti i atij për kujdesi që ai tregoi. Por thot besomni se dhe sot e kësaj dite, ato që e kisha trashëguar prej babait, besomni se dhe sot e kësaj dite e ndjej ndonjëherë sikur kërkoj të vjell, pra sepse barku, organizmi im, nuk e pranon haramit. E lutim Zotin xhel xhelalu të na bëjë prej atyre të cilët përkujdesen për familjet e tyre, i edukojnë fëmijët e tyre me islam, me fe më së miri dhe halalin e bëjnë pjesë të pandashme të jetës tyre. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.